di mendimin tënd edhe për Rogertin? Rogerti është një person që atje mrena ka thënë shumë fjalë keq si për mua si për të gjithë. Ai po lun lojën e vet, edhe Dështoshë lojën e vet skandaloze. Po, mu personalisht nuk ma pëlqen, ama e kuptoj që ai ka don me sakrifiku të gjithçka e kupton që ka për me qenë atje, e kupton sa njerëz kanë diçka që me hub, edhe sa njerëz nuk kanë asnjë gjë, edhe kur nuk ke asnjë gjë për me hub, sakrifikon edhe bën të gjithë. Si ishte ky Big Brother për ty? Çfarë morë ti nga Big Brother 5? Big Brother, unë jam shumë falenderuese që kam punu edhe kam qenë pjesa e Top Channel, Big Brother VIP. Ka qenë një super experience për mu, jam knaq, e kam shiju, edhe pse ka pa shumë dinamika, shumë gjërat, kam marrë një energji shumë të mirë, edhe fund ditës unë e kam marrë ato që du. Për mua ajo ato që ke dashur ti more nga Bigu. Ajo po. Kjo është pyetja fundi për Bigu, s'ka më. Ja, mbarova. Okej. Jo, vetëm finalistët s'mora vesh se Aq pra 3. Stenaldo Mali the ti? Kush tjetër thash? Stenaldo Mali Miri? Apo Miri? Edhe një person tjetër, kush tjetër? Edhe Alesi. Edhe Artani. Kisha thënë. Oh, Artani. Tani, si Tani. Për baby është kjo gjë. Kam një pyetje kështu, me që shqipja jote është akoma e pa konsoliduar, do thosha, megjithëse shumë e mirë, ta dish. Shumë e mirë shqipja. Ka ikë shumë e vogël. Si shpreh dashurinë më mirë në anglisht apo në shqip? Unë shpreh dashuri nuk është me language. Unë shpreh dashuri. Mos u kompleksoj të bëna me veprime do thuash. Nuk është me veprime, është ka zemra, e kupton. Dashuri nuk ka fjalë kanjëherë, se nuk është. Mirë, po ta specifikoj. Okej, shife tani. Fjalë dashuri i gjen më mirë në shqip apo në anglisht? Është më bukur kur i them I love you, është më bukur kur i them të dua o zemra ime. Është më bukur të dua zemra ime. Ha, pra. Do të thënë në shqip. Po. Okej. Ke bërë një sherr me një këngëtare tjetër, siç bëjnë këto reperat zakonisht kështu? O sherr nuk është që kam bërë. Për flokët bab bum kështu nga ato, jo. Jo. Asnjëherë? Jo. As kur ke qenë adoleshente që ishte ajo baby vogël që bëj liderën. Unë kur nuk kam bërë share, unë kanjëherë dukëm prej karakterit sikur jam një gocë që bën share ose gjëra kështu, kur s'kam bërë share, unë gjithmonë kam pas njerëz rreth meje që kryeshin punë për mua. Prit! Ke vetëm thoshte, kape! Skape! Shiko, po ndërkohë ka mbaruar për kriminalistik. Po, criminology, criminal justice and po. Sociology, e kam filluar në university, edhe besoj mas kjo pjesa televizive, edhe aktrimi, kërcimi, krejt këtë këngëtare, kur jam 40 vjeç, mas 10 vite, besoj do bëj diçka.